Shqinjët e Shqipërisë, vendi me numrin më të lartë të automjeteve të vjedhura në Europë. Gjatë operacionit të gjerë policor i zhvilluar në 26 vende europiane nën koordinimin e Europol, Greqia rezultoi vendi me numrin më të lartë të automjeteve të vjedhura të identifikuara. Nga gjithsej 462 automjete të vjedhura ose të falsifikuara të zbuluara në nivel europian, 231 u sekuestruan në territorin grek. Sipas njoftimit zyrtar, krahasuar me një vit më parë, janë identifikuar 232 mjete më shumë, duke treguar rritje të dukshme të aktivitetit të rrjeteve kriminale. Autoritetet greke kontrolluan 6.548 automjete, ku përveç mjeteve të sekuestruara u arrestuan edhe 84 emigrant pa rregullt dhe 21 trafikantë, ndërsa u sekuestruan 199.56 gram lëndë narkotike. Operacioni u zhvillua nga 20 deri 31 tetor 2025 në kuadër të prioriteteve europiane, në pakt me pjesëmarrjen e strukturave të specializuara greke për luftën kundër krimit të organizuar. Kontrollet u kryen si në pikat kufitare të jashtme të vendit, ashtu edhe brenda territorit, përfshir Atikën, Selanikun, Kilkisin, Phthiotidën, Thrakën, Sëresin dhe pikat kufitare Kristalopigit dhe Kakavia. Fushata u koordinua me Frontex në bashkëpunim me autoritetet policore të Greqisë, Gjermanisë, Spanjës dhe Polonisë. Në operacion morën pjesë vendet e BE-s, Austria, Bullgaria, Kroacia, Çekia, Franca, Gjermania, Olanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Rumania, Spanja dhe Suedia. Pjesë operacionit ishin edhe disa vende të tjera, përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Moldavin, Malinezi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Zvicrën, si dhe Agjencinë Europol dhe Interpol. Operacioni synon identifikimin e automjeteve të vjedhura, të falsifikuara ose të modifikuara, të përdorura shpesh nga rrjete kriminale për trafikim, kontraband apo aktivitete të tjera ilegale. Ky aksion konfirmon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit organizuar në hapësirën europiane.